Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka përmbyllur zyrtarisht procesin e njoftimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, sipas të dhënave të publikuara këtë të premte nga KQZ. Në garën elektorale do të përfshihen 22 parti politike dhe 3 koalicione, ndërsa 9 subjekte kanë vendosur të mos marrin pjesë. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, konfirmoi se afati për regjistrim përfundoi në mesnatë, duke i hapur rrugë fazës së certifikimit dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Ndër zhvillimet që tërhoqën më shumë vëmendje politike është mungesa në garë e Fatmir Limaj dhe Nisma Social-Demokrate, të cilat nuk kanë njoftuar pjesëmarrje në zgjedhje, ndërsa Vjosa Osmani do të jetë gjithashtu. Në listën e partive që do të konkurrojnë përfshihen subjektet kryesore politike shqiptare dhe ato të komuniteteve, mes tyre Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Partia Demokratike e Kosovës. Vjosa Osmani rikthehet garës elektorale dhe do të jetë pjesë e listës së LDK-s. Ndërkohë 3 koalicione kanë formalizuar marrëveshjet për zgjedhjet e 7 qershorit. Vëmendja kryesore mbetet e koalicioni i udhëhequr nga Lëvizja Vetvendosje, i cili do të garojë së bashku me Guxo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. KQZ sqaroi se procesi i njoftimit për pjesëmarrje është i ndarë nga certifikimi i subjekteve të reja politike, afati për aplikim të koalicioneve, nisma qytetare dhe kandidatëve të pavarur do të zgjasë deri 10 muaj, ndërsa dorëzimi i listave të kandidatëve për deputet do të mbyllet më 12 maj 2026. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike ekzistuese konsiderohen automatikisht të certifikuara, ndërsa procedurat shtesë vlejnë vetëm për subjektet e reja që synojnë të hyjnë në garën elektorale.